Shtëpia e Bardhë paralajmëroi Rusinë që të mos ndërhyjë në Ukrainën lindore, duke kërcënuar për sanksione të mëtejshme. Zëdhënësi Jay Carney tha se ka dëshmi të forta se disa protestues pro-rus, të cilët kanë marrë ndërtesat qeveritare në Ukrainën lindore, janë të paguar. Presidenti Obama përkujtoi viktimat e gjenocidit në Ruand, ngjarje që ai tha se nuk ishte e rastësishme dhe as e pashmangshme. Kreu i Pentagonit Chuck Hagel arriti në qytetin port kinez të Qingdaos për të vizituar aeroplan mbajtësen e vetme të vendit, e cila shihet si shenjë fuqisë ushtarake në rritje të Kinës. Analistët thonë se ligji mjaft i debatuar për kujdesin shëndetësor të presidentit Obama do të jetë në qendër të debateve politike gjatë fushatës për zgjedhjet e mesit të mandatit për Kongresin gjatë këtij viti.